Përshëndetje dashamirë të natyrës së Kosovës. Sot në krahasim me epizodet e kaluara, kemi vendosur të bëjmë hiking. Dhe ku në një ndër vendet më së paku të vizituara në Kosovë, pra bjeshka e Sejnovës, që është një prej 230 bjeshkëve në Kosovë, edhe është një ndër bjeshkët e pakta që vizitohet më së paku. Kjo bjeshkë gjendet midis Pejës dhe Istogut në lartësitë e bjeshkëve të thata. Sot do të shohim se si duket. Okej, mritëm te bjeshka e Gjorës. Ashtu quhet ky vend. Pra është parahymje në bjeshkën e Sejnovës. Të dyja këto bjeshkë gjenden në bjeshkë të thata të Pejës. Quhen të thata sepse nuk kanë burime shumë të ujit, janë të bukura, janë prallore, sa herë vi këtu kënaqshna, ka pamje maknice gjithandej, mirë po nuk ka ujë, pra ata që dojnë me vizitu, do të marrin ujë me veti. Ne sot vendosëm që për ndryshim prej epizodeve tjera që kemi pas me skia, vim të kjo vend, që është shumë pak i vizituar, edhe pi bjeshkatarëve të Kosovës, që ta shohim edhe potencialin e investimit shtetënor në këtë pikë turistike për bjeshkatari. Këtu në bjeshkë të Gjorës mund të shohim një numër të madh të staneve ose mureve që janë ndërtuar nga banorët e Jabllanicës së Madhe, pra fshati i cili banon këto bjeshkë gjatë sezonës verore. Këtu shihen mrapa që janë kogja të vjetra, pak më larg janë disa që janë pak më të reja, mirë po qasja deri në këtë bjeshkë është kogja e vështirë. Pra është një rrugë malore, që është e përshtatshme vetëm për vetura 4x4. Do me thonë, për të arritur këtu, do të shkohet prej Pejës drejt fshatit Jabllanicë së Madhe që është afër Adavcit, të vazhdohet në qoftë keni veturën 4x4 drejt bjeshkës, të vihet këtu te bjeshka e Gjorës, edhe mandej të kënaqeni me pamje maknice të kësaj pjese. Okej, jemi te Kurizi që ndon bjeshkën e Gjorës me pjesën ku është bjeshka madhështore e Zhlebit. Pra, erdha këtu vetëm për ta bërë një ecje nëpër Kuriz që të kënaqem me pamje në të dyja anët e bjeshkëve. Pra të gjitha janë Kosovë, shumë afër e kemi malin e zi, pra Zhlebi e dim krejt, kulla e Zhlebit që është afër. Do thonë kjo pjesë gjendet mu në kufi me malin e zi. Unë tash po vazhdoj edhe të shohim se çka po na pret. Na jemi tash në komunë të Pejës, po nuk do të thotë se këto bjeshk hynë në grupin e bjeshkëve të Rrugovës. Pra Rrugovën e kemi më larg,
Pra është andej sushicës, pra është një lum i thatë që thahet shumë shpesh. E përtej atij lumi të thatë gjendet rugova, ndërsa knej sushicës gjenden këto bjeshtë të thata që është Maja Hasanit, Rusolia, Zhlebi, Sejnova, Kaliqani edhe deri te Kopaniku që janë bjeshtë e Istogut, Vrellës, Mokna e tjera e tjera. Këtu përpara kemi edhe kufirin administrativ Kosovë-Malizi, që për mua është një pikë shumë e zezë, sepse gjithmonë jam mësu që kufini jonë me qenë deri te kulla e Zhlebit. Si që po shihet, jemi ende në bjeshkën e Gjorës. Si pas disa banorëve të fshatit Jablanice Madhe ose banorëve që vinë këtu nga fshata tjera në këtë bjeshkë, më ka tregu se Gjora e ka emrin për shkak se bjeshka është e Gjorë, pasi që nuk ka burime të ujit. Edhe këta banorë që vinë këtu gjatë sezonës verore kanë probleme me ujë të pishëm. Kështu që ndërtojnë disa smete që janë si fole e zogjve, po është në përmasa masive, ku aty mbledhet bora edhe gjatë pranverës, kur të shkrihet, bëhet si një kazan i madh natyral për mbajtjen e ujit për nevojat e banorëve gjatë tërë sezonës verore. Tash erdhi fundi i emisionit, shpresojmë se jeni nda të kënaqur me këtë episodën e fundit plus në minus në sezonën 2025 deri në seriale tjera të vitit të ardhshëm. Mirëmeqi.